2065 mësues të arsimit para universitar japin mësim jashtë profilit të tyre. Ky është konkluzionimi me të cilin ka dalë raporti i inspektimit të këtij sistemi, të cilin kryeministri Edi Rama e ka konsideruar alarmant dhe turpërues për arsimin në vend. Një piramidë që i ka rrënjët tek klientelizmi politik dhe te korrupsioni. Se nuk ka asnjë shpjegim tjetër për të konstatuar praninë e mirë mësuesve pa arsimin përkatës. Një smundje nga e cila janë prekur edhe drejtor të vënë rishtas në krye të institucioneve arsimore. Brenda muajit dhjetor, ky sistem tjetë për tokë. Asnjë mësues jashtë profilit. Kryeministri Rama paralajmëroi se do të kallëzohen për shkeljet e detyrës të gjithë ata drejtues shkollash që nuk do të largohen nga arsimi, të gjithë ata mësues që janë jashtë profilit përkatës. Cili do nga drejtuesit e institucioneve që nuk do të ketë larguar dhe plotësuar të gjitha vendet me mësues të nevojshëm, jo vetëm do largohet nga puna, po do të kallëzohet për shpërdorim detyre. Reforma e nisur në arsim pritet të zgjidhë dhe çështjen e altërteksteve. Sipas kryeministrit, ky variant do të eliminohet në mënyrë që nxënësit të studiojnë në tekste të njohura botërisht. Specifike do të jenë vetëm lëndët që janë thellësisht shqiptare. Mirëmbrëma. Në hyrje të Watching sonte ju ofruam qasjen e kryeministrit të vendit, në fakt mazhorancës së sotme se si duhet jetë arsimi para universitar. Mazhoranca e sotme, më saktë kryeministri Edi Rama, thotë se do të ketë revolucion nisur nga situata si thot ai alarmante dhe turpëruese në këtë sistem. Dhe kjo ndodhi gjatë prezantimit të gjetjeve të raportit të inspektimit në burimet njerëzore në institucionet e arsimit para universitar. Por a ka nevojë për revolucion ky sistem? Unë sot kam ftuar zëvendës ministren e arsimit, Nora Malaj, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Njeriu kyç në këtë reformë. Faleminderit që pranuat ftesën. Dhe zotin Bardhyl Musai, i cili është ekspert i fushës, ish këshilltar i kryeministrit Sali Berisha për çështjet e arsimit, mbi të gjitha pedagog. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotin Malaj, revolucion duhet? Se ky term ka që ashpër ndoshta tingëllon? Kam përshtypje që ne nuk duhet merremi me termat, por duhet merremi me objektin dhe me rëndësinë e problemit, i cili në qasje të caktuara apo në momente të caktuara merr dhe peshën specifike të fjalës, që do të thotë në një sistem arsimor fillon ndryshimi dhe reforma e thellë, atëherë kur është baza e sistemit dhe baza kryesore e sistemit të arsimit shqiptar është sistemi parauniversitar. Sigurisht problematikat e shfaqura në sistemin parauniversitar nuk janë sot, janë të mbartura, janë probleme të cilat në diskutimet, në debate, të gjitha qeverit e kanë patur në kryefjalë për ta rregulluar sistemin. Pati një nismë të mirë, ligji i arsimit parauniversitar bëri hapin e parë të parandalimit të kësaj qasje që ne pam. U munduam që gjatë gjithë këtij viti këtë sistem ta shikonim në prioritet për të realizuar dhe për të ofruar shërbimin më të mirë për qytetarët shqiptar, që do të thotë për taksapaguesit të jetë një shërbim cilësor, të jetë një shërbim me standard, të kemi mësues cilësor dhe në diskutimet e debatet që kemi bërë, kemi thënë që një nga pikat që çalon sistemi i arsimit është pikërisht kryefjala e procesit të mësimdhënies dhe roli i mësuesit. Sa mësuesi është i aftë, sa mësuesi ka kapacitete, sa mësuesi dhe si, më kujtohet në kohën me zotin Musai, menduam dhe tham që modeli më i mirë ishte modeli finlandez, modeli që investonte që në sistemin parashkollor, pra që në kopshte ishte përzgjedhja më e mirë e mësuesve më të mirë, dhe ky ishte modeli që duhet të jetë në avans, dhe të gjitha këto u vënë në politikat dhe në programet e reformës së arsimit parauniversitar që tashmë ju e keni lançuar para një viti. Sigurisht me fillimin e vitit të ri akademik u pa cilat janë qasjet nga konkurset që kanë zhvilluar drejtoritë rajonale dhe zonale, u pa realisht ku është gjendja. Kishte informacione të ndryshme, qasja e prekur kapilar më kapilar që do të në fakt për të qenë shumë e vërtet, për herë të parë si vjet u pozicionua nevoja e kontrollit deri në kapilarin e fundmit që është shkolla edhe në cepin më të fundmit të Shqipërisë. Për të bërë një përqasje pjesë të reformës që shkon të paktën deri në fund të këtij viti. Pastaj për reformën në tërësi absolutisht po. Dhe papritur pam një pamje e cila ishte një pamje ishte e diagnostikuar, por ju e përcaktuar me shifra dhe me fakte. 3 kategori mësuesës. Kategoria e mësuesve pa arsim, kategoria e mësuesve të cilët janë jashtë profilit, dhe fatkeqësia më e madhe kategoria e tretë e mësuesve të cilët
nuk kanë orë të Janë paguen. plot 5233. Pra, janë 5233 të marra në 3 fasha. Fasha e parë, parësim është rreth 1184, fasha e dytë jashtë profilit shkon rreth ke 2065, dhe fasha e tretë, që është fasha që normalisht në bazë të kodit penal dhe në bazë të procedurës së kodit të punës, janë 1840 e ca, të cilët janë paguen komplet jashtë sistemit, pra nuk bëjnë normësime dhe paguen. Sigurisht që... Le të pyesim dhe profesorin, fillimisht për gjuhën e përdorur, sepse revolucion më nënkupton shkatrim i sistemit siç është aktualisht dhe ngritje e një tjetri, më të mirë, më funksional. Në fakt, unë do të thosha që kur përdorim termin revolucion, do të kemi parasysh që sistemi arsimor është një sistem delikat, është një sistem konservativ, dhe fjala revolucion do të thotë që shkatërrohet diçka dhe ndërtohet diçka tjetër. Për ta thënë që në fillim dhe të kemi mirë kuptimin për termat, sistemi arsimor është problematik, është një univers problemesh, dhe gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet problematik. Për shkakun e vetëm sepse shoqëria ecën përpara, rriten kërkesat e shoqërisë, rriten pritshmëritë e shoqërisë ndaj sistemit arsimor, dhe sistemi arsimor është më inert, ecën më ngadalë dhe nuk arrin gjithmonë cilësinë për ato pritshmëri që ka publiku. Jemi duke folur gjithsesi për një sistem që prodhon analfabet. Ja ushtoj edhe termin. Funksional. Në qoftë se në vitet 90 nuk ka nevojë ky të shkatërrohet? Ne ishim në një sistem të tillë që duhet siguria e nxënësve në shkolla të rënuara me kushte të këqija të infrastrukturës. Më vonë doli problemi për përmirësimin e kurrikula, të teksteve shkollorëve, të zhvillimit profesional të mësuesve e tjerë. Pra, nga koha në kohë janë probleme të tjera të arsimit. Pra, unë nuk dua të them që nuk ka probleme sistemi arsimor, ka probleme. Por ti shikojmë të tilla që e kanë dëmtuar thelbin apo të tilla që nuk e dëmtojnë thelbin, se ajo që thot kryeministri më tregon mua që thelbi është i dëmtuar. Me 3 shifrat. Me shifrin e parë nuk po merrem se ato janë mësues tepër, që paguhen jashtë, është një abuzim me sistemin e pagave e tjerë kur ato janë të normuar dhe kjo është pjesë që nuk po merremi. Kemi 2 pjesë të tjerë, 2 fasha. Jashtë profilit edhe 2065 janë jashtë profilit dhe 1984 që janë parësim për katër, si bën rreth 4.000 e ca. Duhet të shikojmë cila është arsyeja. Unë absolutisht do të përjashtoj atë kategori njerëzish që janë punësuar në mënyrë abuzive, që për shembull është inxhinier mekanik dhe e plotësi. Ky është rekrutim abuziv, nuk e di, është mbi baza korruptive, mbi përkatësi partjake, apo nuk e di dhe pranë nuk kam të drejta para gjykoj. Shpërblim militantësh për punë. Nuk kam të drejta para gjykoj këtë, se si mund të jetë. Unë po merrem me një pjesë tjetër të mësuesve dhe po i lidh të dyja bashkë. Atëherë, Shqipëria përjetoi një lëvizje demografike pas vitet 90, një lëvizje e pakontrolluar demografike, njerëzit që jetonin në zona të largëta, për një jetë më të mirë zbritën në zonat urbane dhe periurbane. Në këtë mënyrë ne kemi një zvoglim të ndjeshëm të numrit të nxënësve në shkollat e fshatrave, sidomos të fshatrat thellë. Dhe kemi shkolla të mëdha që kanë një numër të vogël nxënësish. Po me këtë justifikim mund të ecim deri në 2000. Jo, 1 minutë. Jo sot në 2014. Ta çoj deri në fund. Atë këta nxënës duan një shërbim arsimor dhe ka qelluar që janë mësues parësim për katës e tjerë, por nuk është bërë përpjekja që këta mësues të avancohen më tej nga pikpamja profesionale. Dhe përsëri këtë unë e quaj një gabim, që duhet të bësh përpjekje për të avancuar nga ana profesionale, sikurse janë ata që janë jashtë profilit. Jashtë profilit do të thotë kjo se ka dhe një kategori të madhe mësuesësh që në një shkollë të vogël ai mund të jetë mësues i historisë dhe gjeografisë, por orët ai nuk i plotson dhe duhet japi fizikulturë, vizatim e tjerë. Kështu që çështja është duhet shkohet drejt disa zgjidhjeve, sepse Shqipëria ende nuk e ka të përmirësuar infrastrukturën rrugore. Po përpiqeni ta justifikoni këtë? Jo, 1 minutë. Është problematikë. Jo, nuk po e justifikoj fare. Nuk po e justifikoj. Nëse janë të tillë, atëherë sistemi duhet të rregullohet, po unë po them. Nëse këta mësues janë në zona të larta malore, si do të zonësohen? Cili është ai nga qyteti me kualifikimin për katës që do të shkojë atje? Këtë nuk e kuptoj unë se si ju do ta bëni. Se problematika mund të ketë qenë aty, mund të ketë qenë edhe me qeverisjen e djathtë dhe këtë nuk e pasha tek qasja kryeministrit. Folmi me terma revolucionar, këta do të hiqen nga puna, këta do të bëhen, po si shkon një mësues në zonën më të thellë, me arsimin për katës, me profile të tjera. Do më lësht jap disa shifra konkrete për të ilustruar idenë edhe të profesor Musait.
dhe njëkohësisht për ta bërë këtë qasje, dhe unë dua që na mirë kuptojnë të gjithë ata që dëgjojnë. Nëse flasim dhe ndërhyjmë në sistemin e arsimit, arsimi është e mirë kombëtare. Dhe për te faktit të interesave politike, të qeverive të ndryshme, nëse cili do kryeministër merr përgjegjësinë për të bërë ndryshim radikal në të keqen më të madhe, ku sistemi i arsimit duhet menduar që qoftë edhe një mësues i vetëm, në sistemin sot, në shekullin e 21, kur kemi shanset dhe mundësit, kur Shqipërisë i jepen disa hapësira të mundshme për të rregulluar këtë qasjen, është i mirë kuptuar vullneti i mirë dhe besoj që është e mirë kuptuar dhe gjithë shoqëria për të mbështetur vullnetin e mirë, pa bërë analiza ku ishte faji, kush e ka fajin, tek e ka fajin. Le të merrim me fakte konkrete për ta ilustruar konkretisht çfarë ka ndodhur, që të mos shikohet që është djalli më i tmerrshëm se sa duket, por për t'i dhënë qasjen dhe kuptimin që të çlirojmë nga përgjegjësitë, cili ndodhet të japim shansin çdo qytetari që jeton në zonë urbane, rurale apo periurale, në kaq kilometra katror sa ka Shqipëria, që nuk është në një largësi e jashtëzakonshme për të realizuar pritshmëritë për cilat ne të gjithë flasim dhe kemi nevojë edhe në kronika dhe në debate dhe në diskutime. Me diferencat thella sociale, kështu që më lër të ta përfundoj. Duke ditur qasjen, domethënë, e para një herë do një vullnet të madh për të realizuar këtë gjë, sepse është një vullnet që duhet ta bësh të qartë gjithë popullatës shqiptare. Të gjithë me sistemin e arsimit janë të prekshëm. Është i prekur shumë gjyshi, është i prekshme prindërit, janë të prekur fëmijët, nuk ka familje shqiptare që nuk kanë interes, nuk ka familje shqiptare që do që fëmijën e tij ta çojë mësuesi më i paaft. E do ke mësuesi më i aftë. Edhe ai që jeton në Kurnesh, edhe ai që jeton në Kalan e Dodës, edhe ai që jeton në Konispon, edhe ai që jeton në Tiranë. Këtë mësues, këtë tipologji mësuesi atje. Më lër të ta mbaroj se si do ta çojmë ne këtë tipologji mbas gjendjes reale që kemi parë. Kemi parë konkretisht që janë këta 2665 mësuesi jashtë profilit. Janë këta, për shembull, mësuesi i matematikës që ka mbaruar për matematikë dhe jep histori, gjeografi dhe lëndë edukimi. Mësuesi i matematikës që ka mbaruar për matematikë dhe jep italisht. Mësuesi që ka mbaruar për edukim fizik dhe jep TIK, informatik dhe edukim figurativ. Mësuesi që ka mbaruar për histori, gjeografi dhe jep informatik, biologji, muzikë. Mësuesi që ka mbaruar për histori, gjeografi dhe jep gjuhë shqipe. Pra, këta janë të gjithë të listuarit, ajo të lista që me të vërtet ka problematika dhe kur klasat janë kolektive, dhe kur klasat janë në cepa dhe nuk kanë arritur që ndarjen e profileve, këta mësues kishin jashtë profilit, t'i afronin të paktën pranë profilit që ata kishin mbaruar. E gjithë kjo qasje na dha një pamje shumë të thjeshtë. Mësues italisht sot ka sa të duash, ti dhe unë e dim shumë mirë, që kërkojnë vende pune dhe që nuk po gjejnë vende pune. Ka mësues të biologjisë dhe të kimisë, që të paktën që do pranonte të shkonte në Kurbnesh, për shembull. Absolutisht, do pranonte të shkonte në Kurbnesh, në një moment caktuar kur ai trajtohet qartësisht mirë si një qytetar i denj, i cili i jepet shansi për të hyrë reforma e shef këtë kontekst. Absolutisht. Reforma e shef në 4 qasje, si do ta realizoj këtë gjë. E para se të fusësh gjithë sistemin, sepse kemi pra 2-3 momente. Kemi sistemin e parë të këtyre mësuesve që janë tepër që automatikisht ikin, sepse kjo është abuzivitet. Kemi këtyre mësues që janë jashtë profilit, të cilët do t'ju japë shansin që t'jenë brenda profilit, në të kundërt, do t'ju thuash që nëse ti nuk plotson këto orë, se ti nuk do t'i lësh fëmijët pa mësim, duhet patjetër që ne t'i japim këtë shans që deri në fund vitit, nëse ne nuk e realizojmë këtë pritshmëri, të paktën do të ulim nivelin e jo profilizimit deri në in extremis. Pra nuk mund të realizojmë që në Kukës të kesh 30% të mësuesve jashtë profilit. Është e pafalshme. Mund të realizosh që në Kukës të kesh deri në fund të janarit dhe deri në fund të majit, deri 5% të mësuesve, kur normalisht vetëm Universiteti i Shkodrës të prodhon pa fund mësues dhe të ka prodhuar pa fund mësues për të shkuar ti atje. Që të realizohet kjo. Që ta shpërndajmë dhe pak diskutimin, për shkak të kohës që kam me temp. Çfarë gjeni ju racionale kjo mënyrë të bërit reformë dhe çfarë jo? Nuk e kam përfunduar racionalizmin ti. Unë kam thënë vetëm elementet, se po të bëj racionalizmin, do ta shikoni që racionalizmi është shumë i saktë dhe shumë pozitiv. Dhe është shumë fleksibël dhe që do të krijojë që ju do ta monitoroni, se deri në fund të janarit, kjo pjesa e fashës së parë të rrezikut do të kaloj shumë shpejt, se unë po ta garantoj për një gjë me nada. Në 5 vite që kam në sistemin e arsimit që drejtoj, ke kapacitete humane që jo vetëm që do të shkojnë, po do ta pranojnë dhe sfidën. E dyta, do të mësojnë qytetarët shqiptar
se në një nga zonat më të rëndësishme, të paktën në qarkun e Skraparit, kur kam shkuar, vetë një nga problemet më të mëdha është që njerëzit nuk duan të shkojnë në punë. Edhe ata që janë të mirë kualifikuar, nuk duan vetëm në qendër të qytetit. Papritëm kuptuam që vetëm qendrat janë ato që t'japin shansin për të punësuar. Ka ardhur momenti që këtu është revolucioni që duhet bërë në qasjen e mentalitetit për të kuptuar objektivitetin e shkollës dhe për t'i dhënë shansin çdo qytetari që ka mbaruar, që ka investuar, familja, shteti, unë, juve, profesori, nuk jemi vetëm individ të shtëpisë tonë, jemi të shoqërisë ku kemi lindur dhe të shtetit ku ka investuar për të mirë menaxhuar dhe mirë arsimuar ne. Dhe në momentin kur unë e bëj shumë të qartë dhe bëj konkrete se si do të realizohet paketa, unë ta garantoj që do të ketë aq prurje sa ju do ta monitoroni dhe në fund do jeni të gjithë të kënaqur. Për shembull, profesor, ti kthehem shifrës, 2065 mësues jashtë profilit. Përse duhet që nuk kishte mundësi që nuk kishte mësues fizkulture, për shembull, që duhet ta bënte ai që ka mbaruar për matematik, që të shkonte atje dhe ta ashtu. Domethënë, çfarë ndoste realisht që situata është kjo? Me shembull konkret sepse ndoshta qytetarët e kuptojnë tabloja me disa parametra. As shifra nuk ju bin. Jo, shifra është totale. Po marr një shembull. Ky mësues i matematikës i kapitalisht. Pyetja ime është, sa vite punë ka? Ka dhënë matematikë më përpara apo nuk ka dhënë? Se unë duhet ta di. Se kemi raste që për shkak të zvoglimit të shkolla, rënies së numrit të nxënësve etj, do të bjerë dhe numri mësuesve. Por këtë do ta nxjerrim jashtë sistemit, pra është faji këtij njeriu për ta nxjerrë jashtë sistemit, sepse ne me zëvendësimin e njerëzve po krijojmë ca probleme sociale, duke lehtësuar probleme sociale të një grupi tjetër. Ju e thatë në Kukës, në Libresht, në Përmet, në vende tjera, me që janë mësues para sipërkatës. Cilët janë ata me arsim përkatës që do shkojnë? Cilat janë kushtet e tyre? Pra, unë po them të mos merrem me lëvizjen e njerëzve, se lëvizja e njerëzve mund të bëhet e tjerë, por na e zgjidh kjo problemin e cilësisë në arsim, atë do të shikojmë më përtej. Arsimi kërkon investim. Natyrisht, duhen bërë këto zëvendësime, unë nuk jam kundër tyre. Këto problematika kanë ekzistuar, janë bërë përpjekje që të zgjidhen. Do investim, u bën investime gjatë qeverisjes Sali Berishës, po u bën vetëm në Tulla dhe Llaç. U ngritën godina, po do të siguruar kushtet e infrastrukturës një herë, u bën investime edhe në teknologjinë e informacionit, dhe ka qenë një hap i rëndësishëm për Shqipërinë. U pajisëm pothuajse të gjithë shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme në gjithë Republikën me laborator kompjuterësh, me sistemin e internetit e tjerë, u bën hapa përpara në teknologji. Ne kemi shkolla me kushte si ato të Europës sot, ka ende nevojë në infrastrukturë, por është i problem. Mësues kemi, mësues kemi dhe me shumicë. Por çështja mbetet këtu. Sa po investon sistemi mbi këta mësues për zhvillimin profesional që të jenë mësues të kohës. Atëherë, unë dua të them që jam marrë për shumë vite me politikë arsimore. Politika arsimore ka 3 shtylla mbi cilat mbështetet. Kapacitetet, menaxhimi, financat. Të marrim kapacitetet. Në qoftë se merrim me numrat e njerëzve, heqim këtë matematikës, vend të alishtes, heqim vizatimin dhe vend gjeografisë e tjerë, nuk besoj se ky është parakush për qenë profil, se u rregulluan këto. Po si mund të rregullohet kjo çështje? Kjo do të rregulluar qysh në burim. Dhe unë kam qenë iniciator. Çfarë do të potencialisht sikur 2065 mësues të mos jenë. Ne flasim për cilësinë e arsimit. Ne flasim për cilësinë e arsimit. Cilësinë e arsimit me një numër të vogël nxënësish për klasë në shkolla të larta nuk mund të pretendojmë. Pra duhet dhe një mjedis social, duhet një numër kritik i nxënësve në shkollë dhe i mësuesve që të zhvillojnë jetë profesionale që të kemi cilësinë. Atëherë, koha do ta kërkojë se janë kushte kufizuese të infrastrukturës në Shqipëri që nuk mund të zgjidhë asnjë qeverisje, por çdo qeverisje do të lehtësoj probleme derisa të shkojë drejt zgjidhjes përfundimtare që unë nuk e di se për sa vite do të shkojë. Atëherë, pra kapacitetet. Sistemi duhet të investojë në kapacitete. Të investosh në kapacitete, kjo kërkon para. Qeveria Obama para 3 vjetësh e rriti buxhetin për arsimin me 17% vetëm komponentin e zhvillimit profesional. Koha ecën. Kush investon mbi këta mësues? Këta mësues nuk janë vetëm për të riprodhuar tekstin në klasë. Se ne flasim nxënësit e shekullit 21 të zhvillojnë menduar kritik, të zhvillojnë qytetarinë europiane, zgjedhjen e problemeve të tjerë. Shumë mirë. A janë në gjendje këta mësues ta bëjnë? Nuk është puna për t'i marrë në provim. Provimi është faza përfundimtare. Duhet të investohet mbi këta mësues dhe pastaj të shikojnë në provim. Shqipëria ka nevojë për një lëvizje masive për zhvillim profesional të mësuesve. Dhe ne kemi fakultetet e edukimit në Shkodër, në Elbasan, në Korçë, në Durrës, kemi në Gjirokastër, kemi në Vlorë dhe projektuam në vitin 2010 që pranë këtyre universiteteve të ngrejmë dhe qendrat e ekselencës,
të tilla që jo vetëm të përgatisin studentët mësuestarshëm, por të merren dhe me zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve. Atë ç'kuptim ka termi të nxënë gjatë gjithë jetës? Këta mësues gjatë gjithë jetës do të jenë nxënës që do të merren në seanca të vazhdueshme për zhvillim profesional dhe bazuar në studimet më të fundit, nëse merren në seanca të shkurtra, ato nuk kanë vlerë. Duhet të jenë seanca të tilla që të kenë një kohë zgjatje të caktuar periodike gjatë gjithë vitit që të lënë gjurmë tek mësuesi dhe të ndërrojnë modelin mbi cilat ata zhvillojnë mësim. Dhe kjo pastaj do të ketë dhe një reagim tjetër të nxënësve që të ndodhë ajo që quhet të nxënë ndërveprues, që nxënësit të menaxhojnë vetë nxënët e tyre dhe të mos jeri prodhues informacionet, por ta ndërtojnë vetë dijen e tjerë. E dyta, kërkohet menaxhim. Unë jam dakord me shkollën e drejtorëve, por ne kemi ngritur shkollën e leadershipit e cila ekziston, por nuk pati mbështetje nga qeveria. Unë uroj që të gjejmë mbështetje, jam absolutisht dakord, shkolla e leadershipit duhet që të rivitalizohet në Shqipëri se ekziston. Dhe na duhen jo vetëm drejtor si administrator të thjesht, jo vetëm menaxher, por lider të vërtet, sepse drejtori bën diferencën në një shkollë. E treta është financat. Buxheti i vitit 2015, aq sa kam unë informacion përmes medias, nga gazetat, është një buxhet që përbën rreth 2.74% të GDP-s, të prodhimit të brendshëm bruto, mos gaboj. Me këtë përqindje të prodhimit brendshëm bruto nuk kam cilësi. Pra, ne e kemi dëshirën, nuk paragjykoj edhe dëshirën e qeverisë të njerëzve që punojnë, por nuk vjen cilësia. Kështu që premtimet që qenë që do ta çojmë përqindjen e shpenzimeve të buxhetit të arsimit, 5% të prodhimit të brendshëm bruto, janë gati tek gjysma, diçka më shumë se gjysma. Shkenca e edukimit, e ekonomisë e edukimit e ka vërtetuar. Nëse investimet në arsim, buxheti i arsimit nuk kalon pragun e 5% të prodhimit brendshëm bruto, nuk ka cilësi. Atëherë ne jemi në kushtet minimale, ku kjo pjesë e madhe e buxhetit do shkojë për paga e tjera. Në këtë mënyrë, pra, unë nuk besoj që ndërrimi i njerëzve do të na sjellë cilësinë në arsim. Përkundrazi, unë dyshoj se edhe këto provimet që do bëhen kaq masive, të centralizuara e tjerë, nuk do të japin rezultat. Ne na duhet të përpunojmë këta njerëz, të investohet mbi njerëzit që ata të prodhojnë cilësinë. Cilësia nuk do të vijë si rezultat e provimit, por kam përshtypjen se do të bëhet vetëm një lëvizje, një ndërrim i njerëzve e tjerë dhe cilësia do të mbetet. Po, faleminderit. Për të qartësuar edhe këtë moment të provimit kombëtar dhe të licencimit, ku ndryshojnë dy gjërat? Është shumë e rëndësishme të kuptohet që sistemi i arsimit është një sistem ku në qasjen e tij ka 3 komponentë shumë të rëndësishëm. Ka mësuesin, ka nxënësin, ka komunitetin. Në komponentin mësues, përveç problemit që po flasim, pra problemit faktik, mbasi të heqim problemin, duhet të shohim cilësinë e armatës madhe të mësuesve. Se ne sot jemi fokusuar ke problemi i mësuesve të cilët janë jashtë profilit, apo janë të pa licencuar, apo të pa standardizuar, pra nuk kanë arsimin përkatës. Por kemi një problem më të madh akoma, kemi standardin dhe cilësinë e mësuesve aktual sot, që do të thotë në matjet që ne i bëm maturës shtetërore si vjet, në matjet që kanë bërë provimet e ndryshme të PISA-s ndërkombëtarisht, kanë treguar që sistemi i cilësisë së standardit të mësuarit ka çaluar. Ka treguar që neve kemi shumë nevojë për të bërë ndryshim. Ka treguar që nëse nuk ka vullnet të mirë, jo vetëm nga politikbërja, se politikbërjen ti mund ta bësh shumë të mirë, ligjin e kemi shumë mirë të arsimit parauniversitar. Por nëse ti nuk e zbaton mirëdashësisht me standard dhe pa u ndërhyr, atëherë ti nuk do japësh cilësisht atë që ti kërkon. Ne shpeshherë kur flasim me njëri tjetrin dhe mua gjithmonë nuk e di pse po më ka ndodhur që në të dy qeverit duhet të mbrojnë ndryshimet pozitive për të treguar që unë jam ndoshta dëshmimtar i okular i pozitivizmit në ndryshimin dhe i njeriu më luftarak që ka luftuar shumë fort për një të keqe që është për mua është një e keqe kombëtare. Personalisht arsimin nuk e kam përfitim, e kam idealizëm. Dhe jo pa qëllim pranova të vazhdoj këtë pozicion këtu. Një nga sfidat e mia të radhës është pikërisht të ndërtoj atë që quhet standardi dhe cilësia në sistemin para universitar. Dhe po ta themi gjë, idealizmi aty kur përballet me realitetin e ashpër, sepse profesori me të drejtë thotë që arsimi do para mbi të gjitha. Absolutisht po, dhe do shikoni që si vjet në buxhetin, ka para për të bërë një
sistem si vjet në funksional? në buxhetin Me e këto para, shtetit. fjala Si cilësi vjet nuk ka kuptim. si vjet në buxhetin e shtetit dhe unë do t'ja u garantoj dhe ju do ta monitoroni dhe unë do vi prap këtu dhe do flas aq fort dhe do besoj ke një gjë shumë e madhe, ke kauza e arsimit dhe njerëzve që e duan arsimin dhe që nuk janë thjesht për Nuk është puna vetëm ta duash, është çështje faktike dhe reale. Nuk është çështje paraje me nada, standardi dhe cilësia e një mësuesi. Nuk është para. Është devocion dhe detyrë. Në qoftë se një absolutisht sot jam pra profesor Musaj të tha që deri tani shteti ka investuar për këtë produkt. Pra, kemi dhe fondet e ekselencës, kemi ngritur gjithë të kapacitete. Ku ka shkuar këta kapacitete me nada që sot nuk janë në sistemin e arsimit? Si ka mundësi që mua më vjen mesazhe sot në qendrën e Tiranës, me mësues të cilët ne i mbajmë si kryefjala e fjalës, që ushtrohet akoma dhunë? Si ka mundësi që sot jo më lërë se sa sot vi këtu dhe lexoj që një prindi divorcuar, fëmijë i divorcuar, keq trajtohet sepse mësuesja është mësuar që gjithmonë të përkëdhelet? Si ka mundësi që shoqëria jonë ende nuk ka kuptuar dhe nuk ka vënë gishtin mbi plak, po e ka vënë gishtin vetëm thjesht ka para, nuk ka para, pjesën e paras le t'ja lëm qeverisë për ta zgjidhur. Le të marrim pjesën e zgjidhjes së problemeve se në të kundërt do ngelemi gjithmonë pjesë e problemit, siç kemi ngelur deri tani. Pak zëra kanë qenë të fortë që kanë marrë përsipër për ta çuar kazusin deri në fund dhe kauzën deri në fund. Kauza e sistemit të arsimit është një kauzë që edhe në qoftë se nuk ka para do të gjenden parat. Dhe unë ta garantoj për një gjë, që me ndjeshmërinë që aktualisht, deri në këtë moment, qeveria po tregon, ju do shikoni që në buxhetin e 2015-s, buxheti më i madh do jetë buxheti i sistemit të arsimit. Dhe investimi që do shkojë, ne po flasim, nuk po flasim për Suedin, as për Danimarkën. Po flasim për Shqipërinë dhe për standardin që kemi. Dhe në këtë moment të standardit që kemi dhe të dëshirës që kemi, edhe ky buxhet që është nuk na lejon që ta kemi këtë qasje. Edhe ky buxhet që është nuk na lejon sepse ka ardhur momenti që t'i themi ca gjëra të troçta se kemi kohë, vite që pastrojmë fytyrën e të pistëve me fytyrën tonë të pastër. Dhe ka ardhur gjëra e troçta është kjo. Që ta kuptojnë qytetarët. Do përfundoj reforma për shembull që hiqen 5233, po i marrë në total dhe zëvendësohen me 5233 militant. Jo, mi zëvrem, kush të thotë që do përfundoj këtë militant? Një qytetar mund ta ngrej këtë pyetje. Mund ta ngrej një qytetar. Po pse paragjykon këtë gjë si militantizëm? Sepse ka ndodhur. Sepse ka ndodhur më herët. Ka ndodhur më herët. Ne jemi fakt që shkollat mbushen me militant. Jo? Atëre, që të tani që unë ne dim në këtë shoqëri jetojmë apo jo? Atëre, në këtë shoqëri që unë jam nuk është vetëm zëvendësim njerëzish. Bravo, profesor, më lër ta mbaroj këtë lutem. Kjo është pika më e ulët. Reforma shtërësore, është konceptuale. Flasim bëhet për të prodhuar cilësi, jo për të ndryshuar njerëzit. Atëre pika e fillimit. Atëre që të kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme. Kur flasim për reformë, kemi ndryshim në qasjen e sistemit dhe në cilësi dhe standard. Do të thotë, kjo deri në këtë rrugë kemi ardhur, na vënë sa produkte të mira, por kemi kuptuar që nuk funksionon kështu. Atëherë duhet të ndryshojmë një qasje 3. Marrim parametrat dhe standardin më të mirë europian dhe mundohemi ta parafrojmë këtu, duke krijuar këtë klasë të mësuesve që aktualisht e kemi apo të kapitalit human që e kemi. Aktualisht unë do të jap vetëm një shifër, si vjet, mbas një sensibiliteti të jashtëzakonshëm që kemi bërë, unë mund të them që për herë të parë në sistemin e arsimit të lartë në matematikë kanë shkuar nxënësit me një mesatare jashtëzakonisht shumë të lartë dhe nuk ka pasur vende. Kjo do të thotë që nëse ti ndryshon qasjen e fenomenit, sepse produkti sotëm nuk është produkt që ka qenë para 8 viteve, as i qeverisë demokratike, është produkti në feshatës, zëmra ime. Sistemi i arsimit ka mbas 20 vitesh impaktin e sotëm dhe situatën që ti ke. Atëherë, unë duhet që për hatër se nuk kam dot GDP në 5%, duhet patjetër t'i lë këta ignorant me shkollë të lartë dhe t'i them licencoj këtë gjë. Kjo është pjesa 5% deri në fund të buxhetit, deri në fund të mandatit, nuk është 5% nesër. Sepse 5% nesër është si puna e një shtëpie, nuk është gjysmë mandatit, profesori dashur. Në vitin e dytë të mandatit jemi ne do flasim në momentin që do hartohet buxheti, do vim këtu bashkë, do flasim, do themi. Unë shpresoj që edhe në qeveri të kenë pasionin që i ngjis Nora Malaj kësaj reforme. Jo vetëm që unë kam pasion, se unë arsimin e dua për te politikës dhe mund të jem ndoshta edhe profesor Bardhi e di shumë mirë, edhe miqtë e mi që kanë qenë ministra dhe që unë e respektoj shumë e din shumë mirë, dhe kur kemi diskutuar, të them një gjë të troçt, siç e them të troçta, në vund të 2013-s, para se ne tiknim nga koalicioni, i kam thënë profesor Tafajt, ne nuk e kemi problemin as ke universitetet, as ke kërkimi shkencor.
ne kemi një problem shumë të madh ke sistemi parauniversitar. Dhe sfida që do jetë është pikërisht para universiteti, atë që ne me profesor Bardhin në atë kohë e diskutonim shumë fort dhe në kuadër të një projekti me Bankën Botërore bëm që të paktën të nxisim që maturantët të shkojnë në sistemin parashkollor, jo parauniversitar, më të mirët e mundshëm për të stimuluar dhe për të bërë paketa financiare më të mira të mundshme që një qytetar të shkojë dhe ta filloj baza e edukimit nuk është universiteti, në universitet ke mbaruar, e ke mbyllur historinë tënde. Baza e edukimit është sistemi parashkollor, nga mosha 0 deri në 3 vjeç, dhe nga 3 deri në 7 vjeç. Në këtë situatë, ajo qeveri apo kjo qeveri çështja është e bën. Në këtë situatë, më lër të them cilat janë masat paraprake se ju intereson qytetarëve më shumë se sa çfarë do ndodhi me buxhetin që nuk e diskutoj, po duhet ta përmbledhësh, na ka përfunduar koha televizive dhe edhe profesori po thuaj se nuk foli. Profesor fol. Dakor, faleminderit. Shiko, çështja është këtu. 5% ishte premtimi elektoral në fund të mandatit. Nuk mund të rritet me gati 2 fishën e këtij buxheti sot për 2 vjet të tjerë. Përqindja e buxhetit. Por, sikur në fund të mandatit, unë e di që ai nuk është realist, të shkoj 4%, unë do të brohorisja me të madhe, do ta përshëndesja, do ta sinqerisht. Jo, jam i sinqert në këtë drejtim që them. Do ta përshëndesja. E di që do ta por përshëndes. nuk janë mundësitë për shkuar. Pra, është tjetër dëshira, tjetër premtimet dhe tjetër mundësitë. Por, dua të them këtu, rastet e korrupsionit, rastet e atyre abuzime që nuk shkojnë në punë, s'kan bërë me buxhetin. Jo, këto janë... Por, ashtu sikur se u deklarua që edhe këta drejtorët e rinj janë identifikuar raste ku kanë marrë para për punësimet, do të thotë se nuk është faji i politikës, e majt apo e djathtë. Ishin ata të korruptuar dhe nuk që kanë këta të tjerët. Unë nuk do të them ata dhe këta. Këta janë të gjithë shqiptarë. Këta janë punonjës të sistemit arsimor. Domethënë, përdesa ekziston mitmarrja, elementet korrupsionit, ne duhet i shkojmë në rrënjë përmirësimit të sistemit me procedura dhe me ndërrim njerëzish. Ndërrimi i njerëzve nuk na sjell rezultat në sistemin arsimor. Nga ana tjetër, unë insistoj ende, ne duhet të investojmë mbi njerëzit, sepse nëse nuk investojmë mbi njerëzit, ne duhet të marrim cilësinë e dëshiruar. Ky brez është brezi i teknologjisë dhe modelin e vjetër të mësuesve nuk e duron. Nga ana tjetër, unë dua të them, mos e shikojmë sistemin arsimor si një ishull të izoluar nga problemet e Shqipërisë dhe do ta bëjmë sistemin arsimor imun ndaj gjitha fenomeneve negative dhe shoqëria le të ketë këto. Edhe mësuesët janë pjesë e kësaj shoqërie. Unë do të thosha se mësuesët e kemi pasuri kombëtare. Dhe është më mirë t'i marrim në mbrojtje, në përkujdesje, të investojmë për këta mësues, sesa të flasim me terma të tilla që do flakim disa dhe do të punësojmë disa të tjerë. Në këtë mënyrë unë do thosha sistemi do të ecë më përpara, sepse nëse fillojmë të zëvendësojmë njerëzit dhe flasim me këto doza të tilla, nuk bëjmë progres asnjëherë përpara. Nora Mala, në një fjali, si do e bëni që të mos përfundoj ashtu, ndrim njerëzish dhe reforma lihet aty në mes, sepse ndërkohë na ka përfunduar koha televizive. Por një gjë të garantoj, nuk ka ndrim njerëzish, ka vlera. Ati që e meriton, që ka vlerë më shumë, do të jepet shansi për ta transmetuar vlerën. Ati tjetrit që për x arsye nuk arrin do të kapi këtë vlerë, është një person shumë i nderuar, do të jepet një mundësi tjetër, të punojë në atë sektor ku realisht mund të jap vlera. Por nuk mundemi më që në shekullin e 21 të nxjerrim ignorant me shkollë të mesme të licencuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Jo, kjo në fakt nuk duhet të ndodhë. Ju falenderoj shumë, do ta rimarrim këtë çështje her pas here sepse është një çështje mjaft e rëndësishme, reforma në sistemin parauniversitar, edhe atë universitar profesor me patjetër, sepse edhe aty ka patur një problematik për të diskutuar. Ju falenderoj të nderuar teleshikues, do të shihemi të njëjtën në të njëjtën orë, natën e mirë.